Një falenderim edhe një duatrofitje madhe për kryetarin e kryeqytetit Përbarim Ramën. Nuk kemi pas kohë me abo përhajrë Përbarim edhe 4 vite të ardhshme. Prime dinitet e faqe barësisë çdo lidhje demokratike Kosovës. Lejani që në këngjarje të falenderoj dhe kryetarin e degës Izetin, të falenderoj në veçanti me që se në këtë degë, sidomos në këtë degë, kemi prezencë të partnerëve tonë nga AKR, Mirëmbrëma, mirë se erdhët në garën tonë të përbashkët dhe partinë e drejtësisë Dr. Aganin, është derë dhe kënaqësi ju kemi gjithë bashkarisht në një listë të përbashkët garuse, brenda lidhjes demokratike. Dhe sonte jam i lumtur që po flasim nga kryeqyteti i Republikës, ditën e parë të fushatës po e nisim natyrisht me Prishtinë, natyrisht me degën e 5, me fshatrat e Kollakut, me Hajvalin, me zemrën e kryeqytetit pas një dyshim. Dhe është kënaqësi e madhe të nisim ditën e parë të fushatës, e cila tashmë ka fol qartë, tashmë ka fol pastër, ka fol në mënyrë të padiskutueshme, i ka dhënë lidhjes demokratike të Kosovës vendin e parë në Prishtinë pas 12 viteve dhe ka bërë Përbarim Ramën për mandat të dytë kryetar të kryeqytetit. Ky është rezultat i besimit, është rezultat i punës, është rezultat i një vizionit të jashtëzakonshëm për kryeqytetin. Dhe sot Prishtina nuk është vetëm një kryeqytet i zakonshëm, është një qendër administrative e Republikës Kosovës, është bazë e forte politike e lidhjes demokratike. Është qyteti që tregoj se normaliteti politik fiton, se qetësia politike fiton, se programi fiton, se propaganda, blokata e ndalimi punëve të mëdha nuk kanë shans të fitojnë politikisht Prishtinë, fitoj LDK-ja, fitoj Përbarimi, fitoj para së gjithëve vetë Prishtina. Dhe LDK nuk është parti e rastit e as e qastit në Prishtinë, LDK është themel i vetë Prishtinës moderne. Është fryma që e mbajti këtë qytet gjallë edhe kur nuk ishte shtet. Këtu është ndërtuar filozofia politike e lidhjes demokratike të Kosovës, filozofia durimit, filozofia mençurisë dhe orientimit pro-perëndimor. Dhe sot, në një moment shumë historik për Republikën e Kosovës, Prishtina duhet të flet edhe një herë me plot domosdoshmëri. Sepse të dashur qytetar të degës së 5, të fshatrave të Kollakut, të Hajvalis, sot nuk kemi vetëm krizë politike, sot kemi krizë drejtimi në Republikën tonë. Kemi krizë institucionale, kemi krizë bashkëpunimi, kemi krizë të punës së domosdoshme që duhet të vijë shtetit tonë e qyteteve tona. Kosova ka hyrë në një izolim të thellë politik, në masa që s'po largohen asnjëherë, me institucione të bllokuara, po megjithatë me një frymë të madhe të ndarjes e përçarjes e të bllokadës si mentalitet politik. Dhe këtë më shumti nga të gjitha qytetet e ka ndjerë kryeqyteti. Prishtina juaj, Prishtina jonë këtë vite, jo që s'është ndihmuar, jo që s'është asistuar, jo se që është lehtësuar, Prishtina jonë, kryeqyteti juaj, për ta thonë shqip e shkurt, është bllokuar nga një pushtet popullist. Projektet janë ndalur me qëllim, investimet janë sabotuar me qëllim, vendimet komunale janë penguar me qëllim, projektet janë ndërprerë me qëllim. Kryeqyteti është trajtuar si kundërshtar politik, jo si zemër e vetë shtetit. Dhe kjo është e papranueshme. Prishtina nuk është pronë e asnjë partie, asnjë qeverie. Prishtina është e prishtinazëve, Prishtina është e Republikës Kosovës. Prandaj, dua ta them shumë qartë këtu para jush, para kryetarit komunës, pa asnjë dilemë, ka ardhur koha që Prishtina jo vetëm të mos bllokohet më, por të ndihmohet me të gjitha kapacitetet e qeverisë qendrore të Republikës Kosovës. Prishtina
duhet të jetë lokomotiv e zhvillimit kombëtar të Kosovës, jo viktim e natëve politike. Prishtina është garancia jonë e vetme se shteti esë për para, e garanci e kësaj garance është vetë lidhja demokratike të Kosovës, edhe nivel lokal, edhe nivel nacional, për herë të parë në shumë kohë. Prandaj ne vijmë me një plan, vijmë me plan konkret, vijmë me vizion të qartë për kryeqytetin tonë, sepse, siç e tha përparimi, edhe ky kur teket qiti parët, nuk i qare pa i qitë parët, 1.5 miliard i kemi zotu për Prishtinën, 1.5 miliard do t'i japim për Prishtinën. Do t'i japim 1.5 miliard për vetëm 4 vjetë, për qytetin tuaj, për lagjet tuaja, për Prishtinën tonë, për gjithë Kosovën. Nisur nga fillimi, nga unaza e jashtme e kryeqytetit. Ato 29 kilometra gjatësi që për 5 vite i kanë blokuar e në fushat lokale filluan t'i premtojnë, do t'i bojmë ne në qeveri qendrore bashkë me komunën tonë. Do të keni mbështetje të plotë që unaza e kryeqytetit të nisë, të përfundoj brenda një mandati qeverisës qendrore dhe lokal pa asnjë ditë vonese. Asnjë pengesë financiare, asnjë pengesë shpenzuse, mbështetje të plotë dhe financiare dhe realizuese në projektin e tij. Dhe mbi gjitha, Prishtinës tuaj do t'i ndërtojmë, e ndihmojmë të ndërtojmë qendrën kombëtare të sportit në Bërnicë, me stadium kombëtar, me pallat të sporteve, me pishinë olimpike, me hapësirë rekreative që bëjnë Prishtinën jo vetëm kryeqytet të sportit, po një koqër të denjë të lojrave mezetare që na vinë në vitin 2030. Në Prishtinë, përveç unazës, përveç qendrës së madhe të sportit, komuna ka ndarë mbi 60 hektar tokë për parkun më të madh teknologjik që ka dikush në rajon. Dhe me 45 milion euro investim, ne do të nisim zhvillimin e sektorit të teknologjisë në kryeqytet në mënyrë që për 4 vite ti trajnojnë, aftësojnë e përgatisim për paga të larta evropiane gjithë rinin e Kosovës. 40 misosh të trajnuar në parkun më të madh teknologjik në rajon, ne e bëjmë, LDK e bën bashkë me nivelin qendror, bashkë me nivelin lokal. Do t'investojmë edhe në atë që i Zeti e ka për merak, edhe në spitalin e Prishtinës që qeveria qendrore e ka ndalë, por mbi të gjitha do të investojnë në spitalin e ri kombëtar të Republikës Kosovës, mu në Prishtinë gjysmë miliardi euro investim në mënyrë që këtë shokugu tjetër të ndërtuar në vitin 1964 mos ta përdorim më për shëndetësi, por ta kemi një spital të ri, të mirë, modern për Republikën e Kosovës, që njerëzit tonë të kenë shërbime në kryeqytetin e vetë. Në Prishtinë duhet ju flasë se me prioritet të plot, mbi 200 milion euro do të ndohen për ta bërë Prishtinën qytetin e parë në rajon me mësim tërë ditor të plot. E ka nisur përparimin në 12 shkolla, do ta përfundojmë në secilën shkollë të mundshme në kryeqytet brenda 4 viteve të para, mësim tërditor, shujta të ngrota, aktivitete shtesë për pasurinë më të madhe tonën për fëmijët e kryeqytetit. Dhe s'kam si të mos jap lajmin se LDK-ja në programin e vetë kujdeset edhe për ata që kujdesen për fëmijët tonë. Prandaj kemi parapar që çdo mësues në Kosovë të rritet paga në një nivel të dinjitetshëm dhe kjo pagë do të jetë e vlefshme jo vetëm për të përballuar çmimet e tanishme, por për ta trajtuar mësuesin nga një figurë e rezistencës pasore në vitet e 90-ta
në një forcë që dërgon arsimin përpara drejt kërkesave të shekullit të sotëm. Prandaj, ju zotohem se paga për mësimdhënësit në Kosovë do t'jetë në qeverisjen tonë plot 1.000 euro në muaj secilin muaj. Paga për infermier do t'jetë 1.000 euro në muaj, e paga për polic, ushtar e zjarfekës do t'jetë 900 euro në secilin muaj. Koeficienti 150 është zotimi ynë, ky koeficient do të bëhet realitet. Dhe sot, po ashtu, kam shpalosur dhe në istok planin për pensionistët e Kosovës. Për juve, e para punës më lejoni të falenderoj e të përshëndes vendimin e Gjykatës Supreme që hoqi një marrë të madhe të një qeverie Dembele, e cila çdo 6 muaj kërkonte që pensionistët të dëshmonin se janë merre me mend gjallë apo të vdekur. Jam i bindur se kjo qeveri populliste e Dembele nuk e zbaton vendimin e Gjykatës Supreme sepse nuk e njeh atë vendim. Por 10 ditë nga sot, qeveria e re e udhëhequr nga Liga Demokratike të Kosovës do ta zbatojë atë vendim me njëherë. Dhe jo vetëm kaq, ju zotohem pensionistëve që pensioni juaj brenda 3 viteve do t'jetë 100% i rritur nga 150 në 300 euro për secilin pensionist. 200 në vitin e parë, 250 në vitin e dytë, 300 euro në vitin e tretë. Nuk janë të mjaftueshme për standardin në Kosovë, por janë të mjaftueshme për shtetin i cili zhvillohet, t'ju kthej një copës diniteti për juve që bëhet më së shumti për shtetin tonë. Prandaj, du të them se LDK-ja ka edhe program, ka edhe ekip, ka edhe njerëz profesionist, ka edhe përvojë, por mbi të gjitha, LDK ka diçka që se ka askush tjetër, ka vullnet, dije dhe përgjegjësi për të bërë zhvillimin e vendit. Dhe është koha që këtë dije ta ankurojmë në nivelin më të lartë të udhëheqjes së shtetit, në qeverinë që nuk e kemi tash e një vjet, në kuvendin që nuk e kemi tash e një vjet, e në shtetin që po na zhbëhet e rënohet tash e 5 vite. Prandaj ju ftoj që të mbështesni Lidhjen Demokratike të Kosovës me numër 1, 2, 3 dhe të mbështetni të 110 kandidatët e listës fituese të LDK-s. Ju ftoj për një dorëtrokitje të madhe për këta kandidatë që kemi në listë, se vërtet janë shkëlqyeshëm, i keni parë të gjithë. Nuk ka listë më të mirë në Kosovë sot. Përshëndetje Ajvalia, përshëndetje Gollaku, jemi zemrës. Përshëndetje Dr. Lumir Abdigjiku, kryeministri i arshëm i Kosovës. Zoni Abdigjiku, kënaqësi ju pas edhe juve këtu, gjithmonë mbrapa një njerit madh. Faleminderit për suportin. Edhe faleminderit të gjithëve këtu prezent në këtë natë të mrekullueshme me një energji shumë pozitive. E dini, Prishtina gjithmonë e ka bërë dallimin, në Prishtinë gjithmonë ka nisë proceset e mëdha. E këtu është vendos i gjithë fati i Kosovës. Prishtina ka qenë gjithmonë besnike e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E dim që ja ka huq pak një 8 vjetë, po e ka përmirësu gabimin shumë shpejt. E dim që sot përgjegjësia e ime si kryetari kryeqytetit është e madhe sepse jam në shërbim të Prishtinalinëve. Njerëz të mëshëm, njerëz që dinë me gjyku e me kritiku, por njerëz që japin besimin edhe nerin e madh. Apo? Edhe i kemi pa kush është vetëvendosja, e kemi pa çka kanë bërë që 5 vjet. E përmend shpesh edhe Dr. Lumir Abdigjiku, kryeministri në ardhe, përmend ma thot veç një sen, çka kanë bërë, s'kanë bërë kur gjë. Unë muj me t'i përmend shumë sene që i kanë bërë. Na kanë bloku, na kanë sabotu,
na kanë shantazhu, po me nal nuk na mujt me na nal kur. Nuk mundën me nal zhvillimin, nuk mundën me nal drejtimin fajin e drejt Prishtinës e Kosovës. Faleminderit Gollaku, faleminderit Amalia, kemi Prishtina dhe përshkojme dhe kore Kosovën me doktor Lumir Abdigjiku, kryeministër edhe lidhën demokratike. 1, 2, 3! 1, 2, 3!